Më dhem zemra, doja të mos e lexoja kur këtë lajm. Eglitako reagon pas tragjedisë që i ndodhi familjes së Gjestit. Një ngjarje e rëndë ka tronditur sot familjen Kelmendi, ku vllai i vogël i Gjestit ka humbur jetën në një aksident tragjik. Mes dhimbjes dhe trishtimit, artistja Eglitako ka ndarë një mesazh prekës në rrjetet sociale duke shprehur ngushëllimet e saj për familjen e tij. Askush prej nesh nuk është në kohë për të qenë i dëgjuar në këto momente të errta. Doja shumë të mos e lexoja kur një lajm të tillë dhe të mos e besoja. Më dhem zemra. Zemërthyer i shpreh ngushëllimet e mia për zemër ta familjes Kelmendi. Zoti ju dhën forcë ta përballoni dhimbjen e kësaj humbje kaq të madhe dhe shpirti të voglit tuaj pushoft në paqe, shkruan artistja. Më dhem zemra, doja të mos e lexoja kur këtë.